njerëzit janë të barabartë në fillim, mirë po nuk janë të barabartë në mbarim. Më i miri prej jush është ai i cili është më i devotshëm. Nuk janë të barabartë ata të cilët janë të gjallë me ata të cilët janë të vdekur. Nuk është i barabartë ai i cili falet me atë i cili nuk falet, ai i cili është musliman me atë i cili nuk është musliman. A mund të jenë të barabartë? Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم innaka hamidun majid. Falënderimi i takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, Allahu Azza wa Jall e krijoi njeriun në formën më të bukur, e krijoi atë në pamjen më të mirë, i dha njeriut shumë mirësi, i dha atij shumë mundësi, e pajisi me shqisa të ndryshme, të nevojshme dhe të dobishme. Allahu Azza wa Jall i dha njeriut çdo gjë që i nevojitet në jetën e kësaj dunjaje. I krijoi njerëzit në atë mënyrë në të cilën vinë të gjithë së bashku në dunja, pa ndonjë vlerë njëri ndaj tjetrit, pa ndonjë dallim njëri ndaj tjetrit. Ashtu siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka mirësi, nuk ka ndonjë vlerë më shumë Arabi ndaj jo Arabit, e as jo Arabi ndaj Arabit. Nuk ka ndonjë vlerë apo mirësi më shumë i bardhi ndaj të ziut, e as i ziu ndaj të bardhit. Cili është dallimi ndërmjet gjithë njerëzve, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përveç se me takvallëk, përveç se me devotshmëri, përveç se me rrugën e tij ndaj Allahut Azza wa Jall. Njerëzit janë të barabartë në fillim, mirë po nuk janë të barabartë në mbarim. Vinë të gjithë njësoj në këtë dunja, mirë po nuk dalin njësoj prej kësaj dunjaje. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Çdo fëmijë, çdo i lindur lind në natyrshmëri të pastër. Gjithë fëmijët të cilët vinë në natyrshmëri të pastër, janë të pastër ndaj Allahut Azza wa Jall. E pastaj prindët e tyre, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose e bajnë jehud, ose e bajnë krishter, ose e bajnë zjarrputist, i ndryshojnë rrugën e natyrshmërisë së pastër. Njerëzit vinë në këtë dunja, pastaj ndahen, pastaj dallohen. Çka i dallon ata? Nuk ka ndonjë vlerë më shumë te Allahu Azza wa Jall në bazë të nacionalitetit, në bazë të kombit, në bazë të gjuhës,
në bazë të racës, në bazë të ngjyrës, nuk ka njerëzit ndonjë dallim, ndonjë vlerë të Allahu Azza wa Jall, por vetëse me një gjë: inna akramakum indallahi atqakum. Më i miri prej jush është ai i cili është më i devotshëm. Dhe kështu Allahu Azza wa Jall e solli një shembull në Kur'an dhe tha: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Allahu asolli juve një shembull, një njeri, një punëtor i cili ka shumë shefa, i cili ka shumë gazdallar, i cili ka shumë pronar, dhe një punëtor i cili e ka vetëm një shef, i cili e ka vetëm një pronar. Hel yastawiyani mathala, a janë këta dy punëtor të njëjtë, të barabartë? Ai i cili ka shumë zotëri që urdhrojnë atë. Njani thot bane, tjetri thot mos e ban. Njani thot je në ndrim para dite, tjetri thot je në ndrim pas dite. Njani thot mirë ke bo, tjetri thot nuk e ke bo mirë. A është i njëjtë ky punëtor i cili ka shumë zotëri që udhëheqin atë me atë i cili e ka vetëm një zotëri, ai e urdhron atë? A janë këta të barabartë? Ky është shembulli i atij i cili adhuron shumë zotra, ai i cili adhuron shumë idhuj, ai i cili adhuron 3 zotra kinse në një zot, ai i cili adhuron shumë të vdekur, ai i cili adhuron shumë zotra pos Allahut Azza wa Jall, me atë i cili adhuron vetëm një zot, vetëm Allahun Azza wa Jall. Hel yastawiyani mathala, a janë të barabartë këta dy shembuj? Ai i cili është musliman me atë i cili nuk është musliman, a mund të jenë të barabartë? Elhamdulillah, falenderimi takon Allahut Azza wa Jall, bel aktharuhum la ya'lamun. Mirë, po shumica e njerëzve nuk e din, nuk janë të barabartë. Ata që thonë la ilaha illa Allah me ata që nuk thonë la ilaha illa Allah, nuk janë të barabartë. Ata që janë musliman me ata të cilët nuk janë musliman. Tha Allahu Azza wa Jall: wa ma يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. Nuk janë të barabartë ai i cili është i verbër me atë i cili ka sy. Nuk janë të barabartë errësirat edhe drita. Nuk janë të barabartë ata që qëndrojnë në nxehtësinë e madhe të verës dhe ata që janë në nhije. Wama yastawi al-ahya'u wala al-amwat. Nuk janë të barabartë ata të cilët janë të gjallë me ata të cilët janë të vdekur. Ky është një dallim i madh ndërmjet atyre që janë musliman dhe ata që nuk janë musliman. Edhe ata të cilët janë brenda islamit nuk janë të barabartë, nuk janë të gjithë të njëjtë. Nuk është i barabartë ai i cili falet me atë i cili nuk falet. Nuk është i barabartë ai i cili 5 herë në ditë bie në sejdë dhe thot subhana rabbiyal a'la me atë i cili nuk bie në sejdë por hir të Allahut Azza wa Jall. Nuk është i barabartë ai njeri, ai i ri, sidomos në këtë kohë të fitneve, të harameve, i cili e ndal vetveten nga zinaja, nga alkooli, nga kamata, nga shoqëria e prishur, nga kafet e natës, nga droga, nga çdo gjë e shthurur, me atë i cili i kalon gjithë kufit e fesë Allahut Azza wa Jall. Nuk janë njerëzit të barabartë në dunja. Çka i dallon ata? Ata i dallon mirësia e tyre, ata i dallon imani i tyre, ata i dallon islami i tyre, ata i dallon ibadeti i tyre në rrugën e tyre në fenë Allahut Azza wa Jall. Dhe nuk janë të barabartë ata të cilët ja dorëzojnë shpirtin Allahut duke qenë Allahu i kënaqur,
me ata të cilët ja dorëzojnë shpirtin Allahut, duke qenë Allahu me ta i hidhruar. Nuk janë të barabartë këta njerëz në dunja dhe nuk janë të barabartë në ditën e gjykimit. Në ditën e gjykimit, tha Allahu Azza wa Jall, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Nuk janë të barabartë ata të cilët do të përfundojnë në xhennet me ata të cilët do të përfundojnë në xhehenem. Cili është dallimi? Ashabul jannati humul faizun. Ata që do të përfundojnë në xhennet, xhennetlit, këta janë të shpëtuarit. Nuk janë të barabartë në dunja, nuk janë të barabartë në ahiret. Sa është dallimi i madh? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah. Do të vihet në ditën e gjykimit me njeriun i cili i ka pas kushtet më të mira në dunja. Në dunja nuk i ka mungu asnjë gjë. Në dunja i ka pas gjithat mirat e dunjas. Mirë, po në ditën e gjykimit do t'jetë nga banorët e xhehenemit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të hudhet ky njeri në xhehenem në momentin e parë. Në sekondin e parë do t'i bëhet atij pyetje, hal ra'aita khairan qat? O ti i cili ke jetuar në dunja 50 vite, 70 vite, 80 vite, ke pas pasuri, ke pas kushte, ke pas të mira, ke pas gjitha gjërat luksoze, i ke ba gjitha qefet në dunja. A të kujtohen ndonjë mirë që ke pas? Subhanallah, në momentin e parë që hudhet në xhehenem, thot, jo, ja Rab, une kur një të mirë nuk e kam pas. Subhanallah, nuk janë të barabartë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe do të vihet me atë i cili ka përjetuar kushtet më të vështira në dunja, jetën më të dhimbshme në dunja, sprovat më të mëdha në dunja, dhe do të futet ky njeri në xhennet. Në momentin e parë që do të hynë në xhennet, do t'i bëhet pyetja atij, hal ra'aita bu'san qat? O ti njeri, ti në dunja ke hjek shumë, ti në dunja ke vujt shumë, ti në dunja ke pas shumë probleme, ke pas shumë sprova, ti në dunja me nxisi i ke dalë në fund. Atë kujtohet ndonjë e keqe që ke pas? Thot, une kur të keqe nuk kam përjetuar. Për çfarë arsye? Në momentin që e fut këmbën në xhennet, harrohet çdo gjë. Ata të cilët jetojnë në rrugën e Allahut, ata të cilët sakrifikojnë për hir të Allahut, ata të cilët në dunja mundohen ta ruajnë vetveten, sot në dunja nuk janë të barabartë. Në ditën e gjykimit, la yastawi, edhe në ditën e gjykimit nuk janë të barabartë. Një grup, një pjesë, një kategori e njerëzve do t'jetë prej banorëve të xhenetit, e një pjesë e tyre do t'jetë prej banorëve të xhehenemit. Çka na takon neve si musliman, secili prej nesh të mundohemi ta zgjedhim rrugën e saktë, rrugën e duhur, rrugën që Allahu Azza wa Jall e ka zgjedhur për neve, rrugën me të cilën Allahu është i kënaqur me neve, të jetojmë në këtë rrugë, në anën e djathtë, në rrugën e xhenetit, me shpresë që të arrijmë rahmetin e Allahut, kënaqësinë e Allahut, shpërblimin e Allahut. Lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na mundson të jetojmë ashtu si Allahu është i kënaqur. Allahu të na bën prej atyre që ecim në rrugën e Allahut, jetojmë me fjalët e Allahut dhe përfundojmë ashtu si Allahu Azza wa Jall është i kënaqur. Lutim Allahun Azza wa Jall, muslimanët kudo që janë, Allahu t'i ndihmon, gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson, të varfërit tanë Allahu t'i pasuron, të sëmurët tanë Allahu t'i shëron, të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lutim Allahun Azza wa Jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon,
آمين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.